Përpara se të filloj kjo histori që do t'ju prek semrën, ju lutem bëni një like dhe shkruani në komente nëse mendoni se çdo vajzë në çdo cep të botës ka të drejtë për arsimim. Kjo histori është për të gjitha ato vajza që u mohuan ëndrat dhe për të gjitha ata që besojnë se dia është drita më e fortë kundër errësirës së paragjykimeve. Nëse jeni dakord, lëreni një zemër në komente. Dieli një mëngjesi pranvere hynte në përperdet e dhomës sime në katin e tretë të një pallati të vjetër në qendër të Prishtinës. Emri im është Rina. Kam 22 vjeç dhe në atë mëngjes, ndërsa shikoja diplomën time universitare të varur në murin mball krevatit, nuk e dija që jeta ime do të ndryshonte përgjithmonë. Kisha studiuar për gjuhë dhe letërsi shqipe. Çdo fjalë që lexoja, çdo tekst që analizoja, çdo ese që shkruaja, ishte si një udhëtim në botë të reja. Për mua, librat nuk ishin thjesht letra të shtypura, ishin porta drejt lirisë, drejt të kuptuarit të botës, drejt gjërave që nëna ime kur nuk pati mundësinë t'i përjetoj. Nëna ime, Drita, kishte qenë një grua e fortë, por e pashkolluar. Kishte ardhur në qytet nga një fshat i vogël malor në veri të Kosovës, ku traditat ishin më të forta se dëshirat individuale. Ajo më kishte rrëfyer shpesh, si kishte dëshiruar të mësonte të shkruante më mirë, të lexonte libra, të kuptonte botën përtej kufinjve të shtëpisë dhe arës, por asaj nuk ju dha mundësia. U martua në moshën 16 vjeç, erdhi në qytet, lindi mua dhe vëllain tim dhe kaloi jetën duke u kujdesur për familjen tonë. Por ajo më bëri një premtim kur isha foshnjë vogël në Djep. Vajza ime do të shkojë në shkollë. Vajza ime do të di të lexojë dhe të shkruaj. Vajza ime do të jetë e lirë. Dhe ashtu ndodhi. Unë shkova në shkollë fillore, në gjimnaz dhe më pas në Universitetin e Prishtinës. Studiova me pasion, me lot, me gëzim. Nëna më shikonte çdo mbrëmje kur hiqja librat dhe i thoshte vetes: "Vajza ime po jeton ëndrrën time." Por jeta ka një mënyrë të çuditshme për të na kujtuar se nuk jemi plotësisht të lirë, madje edhe kur mendojmë se jemi. Atë mëngjes pranvere, kur dielli hyri në dhomë dhe unë shkova në kuzhinë për të pirë kafe me nënën time, ajo kishte një shprehje në fytyrë që nuk e kisha parë më parë. Ishte e shqetësuar. Duart i dridheshin ndërsa përziente sheqerin në filxhanin e kafes. "Rina", më tha ajo, pa ngritur syt. "Babai ju do të bisedoj me ty sonte." Një ftovja më pushtoi trupin. Kur babai donte të fliste seriozisht, zakonisht ishte për diçka të rëndësishme. E dija nga toni i zërit të nënës time, që nuk ishte diçka e mirë. "Çfarë ka ndodhur?" e pyeta, duke ulur përballë saj. Ajo më dha një shikim të gjatë, të dhemshëm, si një nën që po përgatitet i thot fëmijës së saj një të vërtetë që do ta lëndojë. "Është për martesën", tha ajo së fundmi. "Ka ardhur një familje nga fshati i xhaxhait tënd. Kanë kërkuar dorën tënde për djalin e tyre." Zemra mra në bark. Nuk mund ta besoja atë që po dëgjoja. "Nën, unë kam plane", fillova të flas, por zëri mu prish. "Dua të bëhem mësuese, dua të hap një shkollë për fëmijë që nuk kanë mundësi, dua të..." "E di, zemra ime", më tha ajo, dhe lotët filluan t'i rrjedhin nga syt. "E di që ke ëndra, por babai yt ka dhënë fjalën, familja është nga fshati e tij, është çështje nderi, nderit." Ai fjalë kopshme që kishte shkatruar kaq shumë ëndra, kaq shumë jetë, kaq shumë gra. Në darkë, babai im, Agim, më thiri në dhomën e tij. Ishte një burr i rrept, por jo i keq. E doja atë, por nuk e kuptoja dot. Ai kishte ardhur në qytet si një i ri, kishte punuar shumë, kishte ndërtuar një jetë këtu. Por brenda tij, fshati nuk kishte vdekur kurrë. Traditat, fjala e dhënë, deri, të gjitha këto ishin më të forta se çdo gjë tjetër. "Rina", më tha ai duke më treguar një karrige, "një familje e nderuar ka kërkuar dorën tënde. Djali quhet Arben. Është nga fshati Xhaxhait Hysni, në Malsi. Familja e tyre është e mirë, të respektuar. Ti do të martohesh pas një muaji." "Bab", i thash duke përpjekur të qëndroja qetë, "unë nuk e njoh atë njeri. Nuk dua të martohem tani.
Kam plane për jetën time. Ai më shikoi me një pamje të ftohtë, por jo pa dhëmbje. Këto janë ëndrat e vajzave të qytetit, më tha ai, por ti je gjaku im. Fjala ime është e dhënë, nuk mund ta prishim. Po ëndrat e mia? E pyeta, dhe lotët më dolën pa dashje. Po ajo çfarë studiova? Po ajo që nëna më premtoi? Nëna jote është grua, tha ai, duke u ngritur dhe duke më kthyer shpinën. Ajo e kupton detyrën e një gruaje. Edhe ti do ta kuptosh. Dola nga thomba duke qarë. Nëna më priti jashtë, më përqafoi dhe qau me mua, por nuk tha asgjë. Ajo e dinte që fjalët nuk mund të ndryshonin atë që burrat kishin vendosur. Një muaj më vonë, isha në një makinë të vjetër që po ngjitej nëpër rrugë të shtrembra drejt një fshati që nuk e kisha parë kur më parë. Nëse dilen pranë meje, ishte nëna ime, e heshtur, me sy të skuqur. Babai po ngrinte nga përpara, bashkë me Xhaxhain Hysni që ishte organizatori i kësaj martese. Isha veshur me një fustan të bardhë. Jo fustanuseja, ato do ta vishja nesër në dasëm, por një fustan i thjesht, i bardhë, që më bënte të dukesha si një fantazmë e vetes që dikur kam qenë. Nuk kisha folur shumë gjatë atij muaji. Kisha provuar të bindja prindrit, t'u shpjegoja se kisha të drejtë për zgjedhjet e mia, se jeta ime më takonte mua, por çdo fjalë binte në mure të shurdhra. Babai nuk donte të dëgjonte. Nëna vuante, por nuk mund të bënte asgjë. Vllai im, Ardi, që ishte më i ri se unë, kishte provuar të fliste me babain, por kishte dështuar edhe ai. Ndërsa makina ngjitej nëpër male, unë shikoja peizazhin. Ishte bukur. Livadhet e gjelbërta, pemë të larta, maja të maleve që prekshin qiellin. Por bukuria jashtme nuk mund të mbulonte dhimbjen që ndjesha brenda. Kur mbërritëm në fshat, era ishte e ftohtë, edhe pse ishte muaj maj. Fshati quhej Malizi, një emër i përshtatshëm për vendin që do të bëhej burgu im. Shtëpitë ishin të vjetra, të ndërtuara me gur, me çati me tjegulla të kuqe. Rrugët ishin me kaldrëm, të ngushta, të rrethuar me mure guri. Njerëzit që shikonim ishin kryesisht burra dhe djemë të rinj. Gratë dhe vajzat ishin të fshehura brenda shtëpive, si hije që nuk guxonin të dilnin në dritë. Makina ndaloi përpara një shtëpie të madhe me 2 kate. Xhaxhai Hysni zbriti i pari dhe na priti. Mirë se erdhët, tha ai me një buzëqeshje të gjerë. Familja e Arbenit ju pret brenda. Unë ndjeva e fikët, si të isha në një ëndër të keqe nga e cila nuk mund të zgjohesha. Nëna më kapi dorën dhe më shtiu lehtë përpara. Hyra brenda. Dhoma e pritjes ishte e madhe me tavolina të ulta dhe jastëk mbi dysheme. Në qendër të dhomës ishte një sobë e vjetër me dru. Rreth dhomës ishin ulur disa burra dhe një grua e veshur me të zezë, nëna e Arbenit që më vonë mësova se quhej Zejnete. Mirë se erdhe nuse, tha Zejnete, duke më shikuar nga kokat te këmbët. Sytë e saj ishin të ftohtë, vlerësues. Të bukur je, por shpresoj se di edhe për punë shtëpie. Nuk ju përgjigja, vetëm u lova kokën. Ku është Arbeni? Pyeti babai im. Në Ara, tha njëri nga burrat. Do të vi së shpejti. Pas një gjysmë ore dera u hap dhe hyri ai. Arbeni, burri që do të bëhej bashkëshorti im. Ishte i gjatë, me shpatulla të gjëra, me flokë të zinj dhe sy kafe. Dukej diku rreth 30 vjeç. Kur më shikoi nuk buzëqeshi, as nuk foli, vetëm u vështroi për një çast, pastaj u ol në këndin e dhomës. Mirë që erdhe bir, i tha babai i tij, një burr i vjetër me mjekër të bardhë. Arbeni vetëm tundi kokën. Atë natë, rash në një dhomë të vogël në katin e dytë, bashkë me nënën time. Ajo më përqafoi dhe qahu sërisht. Më fal që nuk kam qenë mjaft e fortë, më tha ajo. E putha në ball. Nuk është faji yt, nën, i thash, por premto më diçka. Mos e lër këtë të ndodh me në një vajzë tjetër. Lufto për to. Ajo ma zgjoi dorën dhe premtoi. Në mëngjes, nëna dhe babai u nisën ka qyteti. Unë beta vetëm në atë shtëpi, në atë fshat, e rrethuar nga njerëz që nuk i njihja, në një botë që nuk e kuptoja. Dasma u bë të nesërmen. Ishte një ceremoni tradicionale, me shumë njerëz, muzikë, valle edhe mshqim. Por unë nuk ndjeva asgjë. Isha si një kukull që lëvizi kur e tërhiqnin. Veshja fustanin e nuses, ule në karrige,
Buzëqesha kur më kërkonin, por brenda isha bosh. Kur nata erdhi, Arbeni hyri në dhomën tonë. Ishte i heshtur sikurse gjithmonë. Nuk më foli shumë, por ajo natë, për herë të parë, ai më tha: "Unë nuk të deturiva të vije këtu. Familja ime e vendosi këtë, por tani je këtu dhe do të duhet të mësohemi me njëri tjetrin." Nuk ju përgjigja. Çfarë mund të thoshja? Javët e para në atë fshat ishin si një vuajtje ngadalshme. Çdo ditë fillonte në agi me zërin e Zejnetes, vjerësime, që më thërriste të çohesha dhe të filloja punët e shtëpisë. "Rina, ora është 6. Një nuse nuk rri në shtrat derisa dielli të ngjitet lart." Unë çohesha, më veshja me një fustan të gjatë të errët, lidhja një shami në kokë dhe filloja punën. Pastrimi i shtëpisë, përgatitja e bukës, gatimi, larja rrobave në lum, ulja e kafshëve, një cikël i pafund që më konsumonte çdo ditë. Zejnete ishte një grua e ashpër. Ajo kishte jetuar gjithë jetën në atë fshat dhe besonte me fanatizëm në rregullat e vjetra. Sipas saj, një grua nuk kishte vlerë nëse nuk ishte punëtore, nënshtruese dhe heshtëse. "Ti ke mbaruar shkollën, po ç'do bika? Letrat nuk gatuajnë bukë, librat nuk pakin gjëra. Një grua duhet të di punën e dorës, jo atë të mendjes." Unë nuk ju përgjigja. Kisha mësuar që heshtja ishte më e sigurt, por brenda zëmërimi dhe trishtimi më hanin gjallë. Arbeni ishte një burr i çuditshëm. Nuk ishte i keq me mua, por as nuk ishte i dashur. Ai punonte në ara gjithë ditën, kthehej në darkë i lodhur, hante në heshtje dhe flinte. Nuk flisnim shumë. Nuk ndanim asgjë. Ishim si dy të huaj që jetonin në të njëjtën shtëpi. Por një ditë, kur po laja rroba në lum, pash diçka që më ndaloi zemrën. Ishte një vajzë e vogël, rreth 9 vjeç, që po shkonte me një qesk më të qafka. Ajo po ecte drejt shtëpisë më të afërta, por u ndal për një çast kur më pa. Sytë e saj ishin plot kuriozitet. "Përshëndetje," i thash. Ajo buzëqeshi me turp. "Përshëndetje Nuserina. Si të quan?" "Besarta," tha ajo. "I salla një emër i bukur," i thash. "Shkollën e ke shkuar?" Fytyra e saj u nxi. "Jo, babai thot se vajzat nuk kanë nevojë për shkollë. Punët e shtëpisë duhet të mësoj." Zemra mu shtrëngua. Ishte sikur po shija veten time në të, sikur po shija të gjitha vajzat që u mohuan e drejta më elementare. "Po ty të pëlqen të lexosh?" e pyeta. Ajo tundi kokën me entuziazëm. "Po, por nuk kam libra dhe nuk di shumë shkronja." Atë natë nuk flaka gjumë. Fytyra e besartës më kishte ngjitur në mendje. Dhe për herë të parë, që kur kisha ardhur në atë fshat, ndjeva diçka më të fortë se dëshpërimi. Ndjeva një qëllim. Të nesërmen, gjeta një libër të vjetër që e kisha sjell nga qyteti, fshehur në fundin e valixhes sime. Ishte një libër tregimesh për fëmijë. E mora dhe shkova te shtëpia e besartës. Nëna e saj, një grua e re në të 30-tat, më priti me çudi. "Përshëndetje Nuserina, ç'të solli këtu?" "Doja të sjell diçka për besartën," i thash, duke nxjerr librin, "një libër tregimesh." Fytyra e saj u nxi dhe më uli duart. Jo, faleminderit, por buri im nuk do të jetë i kënaqur. Ai nuk do që vajzat të lexojnë libra, thot se i shpërmbojnë mendjen." "Por pse?" pyeta, duke mos e fshehur zhgënjimin. Ajo më dha një shikim të dhemshur. "Kështu janë këtu, Nuserina, burrat vendosin, gratë ndjekin. Kjo është jeta." U ktheva në shtëpi me një peshë në zemër, por nuk e hodha dorën. Një mbrëmje, pas darke, kur të gjithë në shtëpi kishin shkuar të flenin, unë dilja në obor për të marrë pak ajër. Qielli ishte plot yje dhe hëna ndriçonte malësinë. Ishte një natë e qetë, por brenda meje ishte stuhia. Ndërsa isha ulur në shkallët e shtëpisë, dëgjova një zë të vogël. "Nuserina!" u ktheva. Ishte Besarta. Ajo kishte ardhur fshehur azi me librin që i kisha dhënë në duar. "Besarta, ç'bën këtu kaq vonë?" e pyeta duke u shqetësuar. "Erdha të falenderoj," tha ajo duke buzëqeshur.
dhe të pyes nëse mund të më mësosh të lexoj. Zemra më ngro. Ajo vajzë e vogël e guximshme kishte sfiduar rregullat për të ndjekur dëshirën e saj për të mësuar. Por nëna jote? Babai yt? Nuk do të them, tha ajo me vendosmëri. Do të vi çdo natë fshehurazi. Të lutem, më mëso. Unë e shikolla për një kohë të gjatë. Ajo vajzë më kujtonte veten time në moshën e saj. Plot kuriozitet, plot ëndra. Si mund ta refuzoja? Mirë, i thash, por duhet të jesh shumë e kujdesshme. Nëse dikush të kap, do të kemi të dyja probleme. Ajo tundi kokën e shkëlqi në sy. Dhe kështu filloi aventura jone fshet. Çdo natë, pas darkës, kur shtëpia ishte e qetë, Besarta vinte fshehurazi. Ne uleshim në një cep të errët të oborrit në dritën e hënës dhe unë i mësoja shkronjat, fjalët, tregimeve. Ajo ishte një nxënëse e zellshme, thithte çdo gjë si një sfungjer. Por një natë, pas 2 javësh, ndodhi e papritura. Ishim ulur duke lexuar. Ku papritur dëgjuam hapa. Besa u ngrit me panik, por ishte shumë vonë. Arbeni doli nga shtëpia dhe na pa. Zemra më ra. U ngrita edhe unë duke e fshehur librin pas shpine. Ç'po bëni këtu? Pyeti Arbeni me zë të ftohtë. Unë po i tregoja një histori, thash duke provuar të qëndroja e qetë. Ai më shikoi me një shprehje të padobishme. Pastaj e shikoi Besartën. Shko në shtëpi, vajzë, dhe mos u kthe më këtu në këtë orë. Besarta ikën me vrap, duke më hedhur një shikim të fundit plot frikë. Arbeni erdhi më afër. Mendova se do të më bërtiste, do të më godiste, do të më ndalonte, por ai nuk bëri asgjë prej këtyre. Ti po i mëson të lexoj? Thaj no si pyetje, por si pohim. Po, thash duke ngritur kokën me krenari. Edhe nëse ti nuk më lejon, unë do të vazhdoj. Ajo vajzë ka të drejtë të mësoj. Ai më shikoi për një kohë të gjatë. Si të po më shihte për herë të parë. Babai im thot se gratë nuk kanë nevojë për shkollë, tha ai. Por nëna ime, ajo më ka thënë diçka tjetër. Unë e shikova me çudi. Çfarë të ka thënë? Ai u ul në shkallë, pranë meje, dhe për herë të parë foli me zemër të hapur. Nëna ime vdiq kur isha 10 vjeç. Por para se të vdiste, më tha, Arben, biri im, dia është drita. Mos e ndaloni kurrë këtë dritë nga tjerët, sidomos nga vajzat. Ato kanë të drejtë të dinë, të lexojnë, të ëndërrojnë. Unë nuk e kam harruar kurrë këtë. Nuk dija çfarë të thoshja, isha befasuar. Atëherë pse e lejove të më sillnin këtu? Pyeta. Ai u përgjigj me një zë të butë. Sepse unë nuk kam qenë mjaft i fortë për t'ju kundërvënë babait. Por ti po më mëson diçka. Ti po më tregon se disa gjëra vlejnë luftën. Atë natë, diçka ndryshoi mes meje dhe Arbenit. Nuk u bëm miq të ngushtë, as bashkëshortë të dashuruar, por u krijua një respekt, një lidhje e vogël njerëzore. Pas asaj nate, Arbeni nuk më pengoi më. Madje ai më mbrojti. Kur Zejnete filloi të dyshonte pse po kaloja kaq shumë kohë jashtë, ai thoshte se po merrja ajër për shëndetin tim. Besarta vazhdoi të vinte çdo natë, dhe ngadalë fjalët u përhapën. Një vajzë tjetër, pastaj një tjetër, filluan të vinin fshehurazi. Brenda 2 muajsh, unë kisha 5 vajza që po i mësoja të lexonin dhe të shkruanin, por e dija që nuk mund të vazhdonte për gjithmonë fshehurazi. Disa njerëz në fshat kishin filluar të dyshonin, dhe një ditë, gjëja që e kisha frikë më së shumti ndodhi. Babai i Besartës, një burr i rrept me emrin Gëzim, erdhi në shtëpinë tonë i zemëruar. Ku është ajo nuarja? Bërtitja ai, duke hyrë në dhomë. Unë podhja në kuzhinë, dhe Zejnete më thirri me panik. Dolëm në obor. Gëzimi ishte aty, i kuq në fytyrë, i tërbuar. Ti, më tha ai, duke më treguar me gisht. Ti po i mëson vajzës sime të lexoj, po i çmend mendjen. Unë vetëm po e ndihmoj të mësoj, i thash,
duke provuar të qëndroja e qetë. "Ndihmo", urlëriti ai. "Ajo është vajzë, nuk ka nevojë për shkronja. Ka nevojë të mësoj të gatuaj, të pastroj, të bëhet grua e mirë. Dhe ti, një nuse e arsimuar nga qyteti, po na sill turp." "Turp?" pyeta unë, duke ndjerë zemërimin të ngrihej brenda meje. "Turpi është të mbajsh një fëmijë në errësirë. Turpi është ti mohosh një vajze të drejtën për të mësuar." Gëzimi bëri një hap drejt meje, por Arbeni u fut në mes. "Mjaft", tha ai me zë të fortë, "nuk do ta prekësh gruan time." Gëzimi e shikoi me befasi. "Ti po e mbron atë, po na bën qesharake. Ajo është duke na prishur traditën." "Tradita që mbytën dirrat e familjes tan nuk është traditë që vlen ruajtur", tha Arbeni, "dhe unë nuk besoja veshët e mi." Gëzimi u largua i tërbuar, duke thënë se do t'i fliste plakave të fshatit për këtë çështje. Atë mbrëmje, Arbeni dhe unë ulem bashkë për darkë. Për herë të parë që nga martesa, ne folëm si dy njerëz të vërtet. "Pse e bëre?" e pyeta. "Pse më mbrojte?" Ai uli syt. "Sepse kam parë diçka në ty që kisha harruar ekzistonte. Guximin për të besuar në diçka më të mirë. Atë natë, unë qava, jo nga trishtimi, por nga një ndjenjë e re që po lind brenda meja. Shpresa. 3 ditë më vonë, u thirra në një mbledhje të fshatit. Ishte një gjykim informal, por shumë serioz. Plakët e fshatit, të gjithë burra, u mblodhën në shtëpinë më të madhe dhe unë urdhërova të dilja para tyre. Arbeni donte të vinte me mua, por plakët thanë se vetëm unë duhet të përgjyesha. Kur hyra në dhomë, pash 10 apo më shumë burra të moshuar të ulur në rreth. Në qendër ishte Gëzimi që më shikonte me urrejtje. "Rina", filloi njëri nga plakët, një burr i vjetur me emrin Tahir. "I e thirrur këtu sepse i akuzuar për shkelje të traditës. Po u mëson vajzave të lexojnë, duke ignoruar urdhrat e prindërve të tyre. Çfarë ke për të thënë?" Unë mora një frym të thellë. E dija që kjo ishte çasti më i rëndësishëm i jetës sime. "Kam për të thënë", fillova me zë të qartë, "se çdo fëmijë, pavarësisht nëse është djalë apo vajzë, ka të drejtë të mësojë. Kam marrë në këtë fshat jo me vullnetin tim, por tani që jam këtu, nuk mund të rri duar kryq dhe të shoh vajza të vogla të rriten pa ditur as të lexojnë emrin e tyre." Dhoma u mbush me murmuritje. Tahir ngriti dorën për heshtje. "Ti po flet për të drejta", tha ai me ironi, "por këtu ne kemi zakone. Zakone që kanë jetuar me shekuj. Vajzat nuk kanë nevojë për shkollë. Ato do të martohen, do të kenë familje, do të kujdesen për familjen." "Dhe ç'kështu ka të keqe në këtë?" shtoi Gëzimi. "Nëna tona nuk shkuan në shkollë, por ne u ritëm mirë. Gjyshet tona nuk lexuan libra, por familjet tona vazhduan. Përse duhet të ndryshojmë tani?" Unë i shikova në sy, një nga një. "Sepse bota po ndryshon", thash. "Dhe nëse ne nuk ndryshojmë, fëmijët tanë do të mbeten prapa. Ata nuk do të dinë të lexojnë një dokument, të nënshkruajnë një kontratë, të mbrojnë të drejtat e tyre, do të mbeten viktima të ignorancës." "Fjalë të mëdha për një grua", thiri një plak tjetër. "Ti erdhe nga qyteti dhe mendon se di më shumë se ne?" "Jo", i thash duke mbajtur qetësinë. "Por unë di se çfarë humba kur më morën nga qyteti dhe më sollën këtu, dhe nuk dua që vajzat e këtij fshati të humbasin të njëjtën gjë." "Mjaft", tha Tahir duke u ngritur. "Vendimi ynë është i qartë. Ti do të ndalosh menjëherë këto mësime të fshehta. Nëse nuk bindesh, do të dënohen familjet e vajzave që po mëson dhe ti vetë do të dërgohesh përsëri te familja jote në qytet si turp për burrin tënd." Ato fjalë më goditën si një grushte. E dija që nëse më dërgonin prapa, do të ishte turpi më i madh për Arbenin dhe familjen e tij. Por po aq e dija që nëse ndaloja, do të tradhtoja ato vajza dhe veten time. "Atëherë më dërgoni", thash, me lot në sy. "Por ju nuk mund të vritni ëndrrën e tyre. Ato tashmë e dinë që bota është më e madhe se ky fshat. Ato tashmë e dinë që mund të lexojnë dhe askush nuk mund t'u marrë këtë." Dhoma u mbush me bërtime. Disa plak u ngritën, të zemëruar, por atëherë diçka e papritur ndodhi. Dera u hap dhe Arbeni hyri brenda. Pas tij erdhi i babai i tij, plaku me mjekër të bardhë, Ramadan. "Çfarë po ndodh këtu?" pyeti Ramadan me zë të thellë.
Biri yt martoi një grua që po na shkatëron traditën, tha Tahiri. Ramadan ecën drejt qendrës së dhomës dhe të gjithë e respektuan. Ai ishte njëri nga plakët më të vjetër dhe më të respektuar të fshatit. Dëgjova për atë që po bën Rina, tha ai, dhe dua të them diçka. Të gjithë pritën në heshtje. Kur isha i ri, vazhdoi Ramadan, kisha një motër që quhej Hava. Ajo ishte më e zgjuara nga të gjithë ne. Dëshironte të shkonte në shkollë, të mësonte, të lexonte. Por babari im nuk e lejoi. Tha që ishte vajzë dhe vajzat nuk kishin nevojë për shkollë. Ajo u martua në moshën 15 vjeç, lindi 5 fëmijë dhe vdiq në moshën 35 vjeç nga lodhja dhe sëmundja. Por para se të vdiste më tha, Ramadan, mos ja bën kur këtë vajzave të tua, lëri të mësojnë. Unë e premtova, por nuk e mbajta premtimin, sepse gratë e mia lindën vetëm djem. Por tani, kam mundësin të nderoj atë premtim përmes asaj që po bën Rina. Dhoma ishte plotësisht e heshtur. Askush nuk e priste se të. Prandaj, tha Ramadan duke më shikuar, unë mbështes Rinën. Nëse ajo dëshiron të mësoj vajzat, le të mësoj. Nëse disa prindër nuk janë dakord, ato mos i dërgojnë vajzat e tyre, por ata që dëshirojnë, le t'i dërgojnë. Tahiri dhe Gëzimi protestuan, por Ramadan ngriti dorën. Vendimi im është i qartë, dhe si plaku më i vjetër këtu, e kam fjalën time. Kështu, për herë të parë, një dritë shprese u ndesh në atë fshat të errët. Javët që pasuan ishin të vështira. Shumë prindër nuk ishin dakord, dhe vajzat që vinin te unë shpesh ktheheshin në shtëpi dhe ndalonin të dilnin. Por disa guxuan. Besarta vazhdoi të vinte, dhe bashkë me të erdhën 2 vajza të tjera. Drita, 10 vjeç, dhe Anjeza, 8 vjeç. Nënat e tyre në fshehtësi më falenderuan. Nuk mund ta them me zë të lartë, më tha njëra prej tyre, duke më kapur dorën. Por faleminderit që u jep atyre mundësinë që ne nuk e patëm. Unë vendosa të mos i mësoja vetëm të lexonin dhe të shkruanin. U fillova të u tregoj për botën jashtë fshatit, për histori të grave të forta që kishin ndryshuar shoqërinë, për të drejtat që ato meritonin. Një ditë, ndërsa po lexonim një tegjim për një grua që kishte bërë një shkollë në një fshat të varfër, Besarta më pyeti: "Nuserina, a mund të hapim një shkollë këtu?" Unë buzëqesha me trishtim. "Nuk e di, Besarta. Njerëzit këtu ende nuk janë gati." "Por ti je gati," tha ajo me bindshmërinë e fëmijërisë. "Dhe ne jemi gati." Ato fjalë më prekën thellë, dhe atë natë kur u ktheva në shtëpi, i fola Arbenit. "Dua të hap një shkollë," i thash unë. Ai u çudit. "Një shkollë? Ku?" "Këtu, në oborrin ton. Nuk ka nevojë të jetë e madhe. Një dhomë e vogël, disa tavolina, disa libra, por diçka që ato vajza mund ta quajnë në tyren." Arbeni më shikoi për një kohë të gjatë, pastaj tundi kokën. "Do të kemi probleme," tha ai. "Por, po, le ta bëjmë këtë." Dhe kështu filloi projekti më i rëndësishëm i jetës sime. Arbeni dhe unë pastrojmë një dhomë të vjetër në anën e shtëpisë që përdorej për depozit. E bojatisëm me ngjyrë të bardhë, vendosëm tavolinat të vogla që Arbeni ndërtoi me duar, dhe unë shkova në qytet për të blerë fletore dhe lapsa. Kur nona ime dëgjoi për këtë, më dërgoi një kuti plot me libra. Libra për fëmijë, libra mësimore, histori, poezi. Ajo shkroi një letër. "Vajza ime e dashur, je duke bërë atë që unë nuk kisha guxim ta bëja. Vazhdo, mos u ndal, je drita ime." Qava kur e lexova. Kur shkolla u hap, erdhën 4 vajza. Vetëm 4. Por për mua, ishte si të kisha fituar botën. Ne filluam me alfabetin. Besarta, që tashmë dinte të lexonte pak, u bën ndihmësja ime. Ajo u ndihmonte vajzave më të vogla të mësonin shkronjat. Çdo ditë, nga ora 8 deri në 10, ne uleshim bashkë dhe mësonim. Ato vajza ishim kaq të uritura për dije, kaq të lumtura për çdo fjalë të re që mësonin. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Një mbrëmje, kur po mbyllja shkollën, erdhi një grup burrash. Ishin 5 apo 6 të udhëhequr nga Gëzimi, babai i Besartës. "Kjo duhet të ndalet," bërtiti ai.
Arbeni doli më njëherë nga shtëpia. Çfarë dëshironi? Të mbyllësh atë shkollë, tha Gëzimi. Po na bën të dukemi qesharak para fshatrave të tjera. Po thonë që ne po I lejojmë gras të na komandojnë. Askush nuk po ju komandoj, tha Arbeni me qetësi. Ato janë vajza që po mësojnë. Askush nuk po u bën keq. Po u bëjnë keq, u lëriti një burr tjetër. Po mbushin kokën me ide. Nesër do të fillojnë të na kundërshtojnë, të na mos respektojnë. Unë dola nga shkolla dhe u futa në bisedë. Nëse u mësoni vajzave tuaja që ato janë të barabarta me djemt, nuk do t'ju humbas respekti, I thash. Do t'u rritet dashuria, sepse ato do ta dinë që ju e kujdeseni për të ardhmen e tyre, jo vetëm për zakonet e vjetra. Hesht, grua, më tha Gëzimi, nuk ke të drejtë të flasësh në çështje burrësh. Dhe ti nuk ke të drejtë ti mohosh vajzës sate të drejtën për arsim, ja ktheva. Gëzimi bëri një hap drejt meje I zemëruar, por Arbeni u fut para. Nëse doni të flisni, flisni me mua, tha I, por mos I afroni dorën grua sime. Atëherë ti je tradhtar, tha Gëzimi, ke tradhtuar vlerat tona. Vlerat që mbajnë vajzat në errësirë nuk janë vlera që dua t'i mbështes, tha Arbeni. Grupi I burrave u largua, por atmosfera ishte e rëndë. E dje që kjo nuk ishte mbaruar. Dhe nuk kishte mbaruar. 2 ditë më vonë, kur shkova në fshat për të bler bukë, gratë më kthyen shpinën. Askush nuk më foli. Isha bërë e padëshiruar, e izoluar. Madje Zejnete, vjehera ime, filloi të më trajtonte me ftohtësi. Po na sjell turp, më tha ajo një mbrëmje. Njerëzit po flasin, po thonë që familja jon ka humbur nderin. Nderi nuk është të mbash vajzet në errësirë, I thash, por ajo ktheu kokën dhe iku. Atë natë, Arbeni më gjeti duke qarë në dhomën tonë. Mos u dorëzo, më tha ai duke më vënë dorën në shpatull. E di që është e vështirë, por ato vajzat kanë nevojë për ty. Por çfarë nëse nuk mjafton? Pyeta. Çfarë nëse e gjithë kjo është kot? Asgjë që vlen nuk është kot, tha ai. Edhe nëse ndryshon jetën e vetëm një vajze, ka vlejtur. Ato fjalë më dhan forcë të vazhdoj. Muajt kalonin dhe shkolla ime vazhdonte. Numri vajzave u rrit në 7. Pastaj në 10. Disa nëna filluan të vinin fshehurazi, duke më pyetur nëse mund të mësonin edhe ato. Njëra prej tyre ishte Fahrie, një grua në të 20-tet, nën e 4 fëmijëve. Kur nuk kam ditur të lexoj, më tha ajo me turp. Burri im lexon gjithçka, por dua të di ta bëj vet. Dua të lexoj letra, të nënshkruaj dokumenta, dua të ndihem njëri I plot. Unë e pranova menjëherë. Dhe kështu, shkolla ime u bë shkollë për të gjithë. Vajza, gra, kushdo që dëshironte të mësonte. Një ditë, kur po mësonja një grup vajzosh, erdhi një burr I ri që nuk e kisha parë më parë. Quhej Luan dhe ishte nga një fshat fqinj. Dëgjova për shkollën tënde, më tha ai, dhe dua të them se në fshatin ton, disa njerëz po fillojnë të mendojnë ndryshe. Motrat e mia po pyesin pse ato nuk mund të mësojnë si djemt, po ndodh diçka e re. Ato fjalë më mbushën me shpresë. Ndoshta ngadalë, ideja po përhapej, por jo të gjithë ishin të lumtur me këtë. Gëzimi dhe mbështetësit e tij vazhduan të protestonin. Ata shkuan madje te imami I fshatit, duke kërkuar që ai të ndalonte shkollën. Imami, një burr I moshuar me emrin Haxhi Shaban, më thirri për të biseduar. Rina, më tha ai duke më shikuar me kujdes. Po dëgjoj shumë për ty. Disa thonë që po bën një punë të mirë. Disa thonë që po shkakton ndarje. Unë nuk dua të shkaktoj ndarje, I thash. Dua vetëm t'u jap vajzave mundësinë që ato meritojnë. Ai tundi kokën. E di, por duhet të jesh e kujdesshme. Njerëzit këtu janë të lidhur fort me zakonet e tyre. Nëse I sfidon shumë shpejt, do të refuzojnë. Atëherë, çfarë duhet të bëj, pyeta? Të hesht? Të lejoj që vajzat të rriten pa dije? Jo, tha ai, por të jesh e durueshme. Ndryshimi nuk vjen me njëherë. Vjen ngadalë, me urtësi dhe me dashuri. Ato fjalë më qetësuan. E kuptova që kjo betejë nuk do të fitohej në një ditë, por çdo ditë që shkolla ishte e hapur, ishte një fitore e vogël. Një ditë, Besarta nuk erdhi në shkollë. Isha e shqetësuar, sepse ajo nuk mungonte kurrë.
Shkova të shtëpia e saj për ta parë. Kur mbërrita, gjeta Besartën duke qarë në obor. Nëna e saj ishte brënda, dhe kur më pa, doli me sy të kuq. "Çfarë ndodhi?" pyeta me shqetësim. "Gëzimi, burri im", tha ajo me s'do të druajtur. Ai e ka ndaluar Besartën të vijë më të tij. Thot që ajo po bëhet e pandërgjeshme, po harron detyrat e shtëpisë. Zemra mu shtrëngua. Hyra në obor dhe u ula pranë Besartës. "Besarta, zemra ime", i thash. "Më trego çfarë ndodhi." Ajo ngriti kokën me lot që i rrithnin nga syt. "Babai më tha që nuk kam nevojë të di të lexoj", tha ajo me zë të thyer. "Tha që do të martohem së shpejti dhe që burri im do të kujdeset për mua. Tha që shkolla jote po më prish kokën." Ndjeva një dhimbje të thellë në zemër. "Dhe ti, çfarë mendon?" e pyeta. Ajo më shikoi me ato sy të mëdhenj plot dëshirë dhe trishtim. "Unë dua të vazhdoj", tha ajo. "Dua të lexoj, të shkruaj, të mësoj gjëra të reja, por nuk dua që babai të zemërohet me mua." E përqafova fort. "Besarta, dije që çfarëdo që të ndodh, ti ke mësuar diçka që askush nuk mund ta marrë prej teje. Ti di të lexosh. Ti di që ka një botë më të madhe, dhe kjo do të qëndroj përgjithmonë me ty." Ajo qau në kraharorin tim dhe unë qava me të. Kur u ktheva në shtëpi, isha e shkatëruar, por Arveni më priti me një lajm. "Babari foli me Gëzimin", më tha ai. "I tha që po bën gabim duke ja ndaluar Besartës shkollën. Nuk e di nëse do të ndryshoj mendje, por të paktën provoj." Isha e prekur nga fakti që Ramadan, plaku, po mbështite shkollën time. Por e dija që beteja nuk kishte mbaruar. 2 javë më vonë, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Vajzat që vinin në shkollën time vendosën të bënin një protestë të heshtur. Ato refuzuan të bënin punët e shtëpisë, derisa prindrit të lejonin të gjitha vajzat e fshatit të vinin në shkollë. Kjo ishte ideja e Besartës. Ajo kishte organizuar vajzat fshehurazi, dhe një mëngjes, ato thjesht nuk u çuan nga shtëpit, nuk gatuan, nuk pastruan, nuk u kujdesën për vëllezrit e tyre të vegjël. Thjesht ulën në oborret e tyre dhe lexuan librat që u kishte dhënë. Fshati u trondit, burrat u zemëruan, gratë u shqetësuan, por vajzat nuk lëvizën. Kur dëgjova për këtë u tmerrova. Shkova menjëherë te Besarta. "Çfarë ke bërë?" e pyeta. "Do të kesh probleme të mëdha." Ajo më shikoi me vendosmëri që nuk e kisha parë më parë. "Nuserina, na mësove që dia është dritë", tha ajo. "Na mësove që kemi të drejtë për arsim. Por si mund të besojmë në këtë nëse nuk luftojmë për të?" Ato fjalë më bën të qaja. Ajo vajzë e vogël ishte bërë më e fortë se unë. Gjatë ditës, prindrit u mblodhën dhe diskutuan. Disa ishin të zemëruar, disa të shqetësuar, por të gjithë e kuptonin që diçka kishte ndryshuar. Vajzat e tyre nuk ishin më fëmijët e heshtur dhe të nënshtruar që dikur kishin qenë. Në mblëmje, plakët e fshatit thirrën një mbledhje tjetër. Këtë herë, ata ftuan edhe gratë, diçka që nuk ishte ndodhur kurrë më parë. Kur mbërrita, pash një dhomë plot njerëz, burra, gra, dhe në fund, ulur në tokë, vajzat e vogla duke përfshirë Besartën. Tahiri, plaku kryesor, u ngrit për të folur. "Jemi mbledhur këtu për të diskutuar një çështje që po ndan fshatin ton, shkolla e Rinës. Disa prej jush janë në favor, disa kundër, por sot vajzat tona na kanë treguar diçka, që ato nuk janë më të gatshme të pranohen në heshtje çfarë vendosim ne." Dhoma ishte e heshtur. Prandaj, vazhdoi ai, propozoi një zgjidhje, le të lejojmë shkollën të vazhdoj, por me një kusht, që Rina të mësoj jo vetëm lexim dhe shkrim, por edhe vlerat tona tradicionale, që të ketë ekuilibër. Unë u ngrita për të folur, pranoj, thash, por më lejoni të them diçka. Vlerat tradicionale janë të rëndësishme,
por ato nuk duhet të përdoren për të mbajtur njerëzit në errësirë. Një vajzë që di të lexojë nuk është më pak grua. Një vajzë që ka arsim nuk është më pak nuse. Ajo thjesht është më e plotë, më e fortë, më e gatshme për jetën. Një nga një, disa gra filluan të flisnin duke mbështetur shkollën, dhe ngadalë edhe disa burra filluan të pranonin që ndoshta koha kishte ardhur për ndryshim. Në fund u votua. Shumica vendosi që shkolla të vazhdonte. Kur u mbyll mbledhja, Besarta vrapoi drejt meje dhe më përqafoi. Fituan, tha ajo me gëzim. Jo, i thash duke buzëqeshur, ne fituam. Pas asaj nate, shkolla ime u bë zyrtare. Ramadan ofroi një shtëpi të vjetër në qendër të fshatit që mund të përdorej si shkollë e vërtet. Arbeni dhe disa burra të tjerë e riparuan, e bojatisën dhe vendosën tavolina të reja. Kur u hap shkolla e re, erdhën 20 vajza. 20, nuk mund ta besoja. Dhe jo vetëm vajza, erdhën edhe 5 gra, nëna që dëshironin të mësonin të lexonin. Njëra prej tyre ishte Zejnete, vjehra ime. Ajo erdhi një mëngjes, e heshtur, dhe ul në fund të klasës. Kur e pash, nuk dija çfarë të thoja. Ajo kishte qenë aq e ashpër me mua, aq kundër asaj që po bëja. Pas mësimit, ajo qëndroi prapa. Të gjithë të tjerët dolën dhe ne mbetëm vetëm. Pse erdhe? E pyeta butësisht. Ajo uli kokën dhe tha, sepse kam qenë budalla, tha ajo, dhe zëri i saj ishte i thyer. Kam jetuar gjithë jetën duke besuar që gratë nuk kanë nevojë për shkollë, por tani duke parë këto vajza, duke dëgjuar ato që lexojnë, kuptoj që unë kam humbur diçka të rëndësishme dhe nuk dua të vdes pa e ditur të shkruaj emrin tim. Unë u përqafova. Kur nuk është vonë për të mësuar, i thash. Dhe kështu, Zejnete u bë nxënësja ime më e vjetër. Ajo mësoi ngadalë, me vështirësi, por me vendosmëri. Dhe kur pas 3 muash, ajo shkroi emrin e saj për herë të parë të dyqan. Një ditë, mora një letër nga nëna ime. Ajo shkroi: Vajza ime e dashur, kam dëgjuar për shkollën tënde. Lajmi ka ardhur deri në qytet dhe njerëzit po flasin. Disa thonë që je budalle që po lufton kundër traditës, por të tjerët thonë që je heroin. Unë them që je vajza ime dhe jam krenare për ty. Kur të shoh tani nuk shënusen që u detyrua të shkonte në fshat. Shoh një grua që po ndryshon botën, një vajzë në një kohë. Vazhdo Rina, mos u ndal kurrë, sepse çdo vajzë që po mëson është një fitore kundër errësirës. Me dashuri të pafundme, nëna jote, Drita. Kur e lexova atë letër, qava dhe e vendosa në një kornizë dhe vura në murin e shkollës që të gjithë ta shihnin. Një ditë, një djalë i ri, rreth 20 vjeç, erdhi në shkollë. Quhej Burim dhe ishte nga një fshat fqinj. Dëgjova për shkollën tënde, më tha ai, dhe dua të ndihmoj. Di të lexoj dhe të shkruaj. Mund t'i mësoj disa fëmijë nëse më lejon. Isha e habitur dhe e lumtur. Kjo ishte hera e parë që një burr i ri po ofrohej të ndihmonte. Përse dëshiron ta bësh këtë? E pyeta. Ai buzëqeshi me trishtim, sepse motra ime nuk pati mundësinë të shkonte në shkollë. U martua në moshën 15 vjeç dhe vdiq në lindje në moshën 20 vjeç. Para se të vdiste më tha: Burim, bëj diçka për vajzat e tjera. Mos i lër të vuajnë si unë. Dhe kjo është mundësia ime për ta mbajtur premtimin. E pranova me një herë, dhe Burimi u bë mësuesi im i parë mashkull. Ai mësonte djemtë e vegjël dhe gjithashtu vajzat më të mëdha që ishin të turpshme të mësonin me mua. Një vit pasi kisha hapur shkollën, Besarta ishte bërë 10 vjeç. Ajo dinte të lexonte dhe të shkruante shumë mirë dhe kishte filluar të lexonte libra më të avancuar. Ajo ndëronte të bëhej mësuese një ditë. Por një ditë, nëna e saj erdhi te unë me një pamje të shqetësuar në fytyrë. Rina, më tha ajo duke ulur zërin, gëzimi po flet për ta martuar Besartën. Ka një familje që ka kërkuar dorën e saj. Ndjeva sikur zemra më ndaloi. Por ajo është vetëm 10 vjeç, thash me zë të lartë. E di, tha nëna e Besartës, duke qarë, por ai thot që është tradit,
që vajzat martohen të reja dhe që familja që po e kërkon është e pasur. Kjo është shmenduri, thash. Besarta ka të drejtë për familjëri, për arsim, për ëndra. E di, por çfarë mund të bëj? Unë jam vetëm grua, burim vendos. Atë natë nuk fjeta fare. Mendoja për Besartën, për vajzën e vogël që kishte luftuar kaq shumë për të mësuar, që kishte organizuar grevën e vajzave, që kishte treguar guxim që shumë të rritur nuk kishin. Në mëngjes, shkova te shtëpia e Gëzimit. Ai po uqe në obor duke pirë kafe. Gëzim, i thash, duke qëndruar para tij. Kam dëgjuar që po planifikon të martosh Besartën. Ai më shikoi me ironi. Po, dhe çfarë të intereson ty? Ajo është 10 vjeç, i thash. Është fëmijë. Është vajzë, tha ai. Dhe vajzat martohen, ashtu si u martua nënja ime, ashtu si u martove ti. Unë u martova në 12 vjeç, i thash, jo në 10. Ti je nga qyteti, tha ai me përçmim. Këtu rregullat janë të ndryshme. Rregulla që dëmtojnë fëmijët nuk janë rregulla që duhen ndjekur, i thash me zemërim. Ai u ngrit, i zemëruar. Ti nuk ke të drejtë të më thuash mua si të rritem vajzën time, shko nga shtëpia ime. Por unë nuk u largova. Nëse e marton Besartën tani, do ta shkatrosh jetën e saj. Ajo ka aftësi, ka zgjuarsi, mund të bëhet diçka më shumë se thjesht një nuse e re. Mjaft, u lëriti ai. Nëse nuk largohesha, do të dëboj me forcë. Arbeni, që kishte dëgjuar zërat, erdhi me vrap. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ai. Grua jote po përzihet në punët e mia, tha Gëzimi. Ajo po përpiqet të shpëtojë një fëmijë nga një martesë e parakohshme, tha Arbeni me qetësi. Dhe unë jam dakord me të. Gëzimi na shikoi të dy me urrëtie, pastaj u largua brenda shtëpisë. Pas bisedës me Gëzimin, e dija që duhet të veproja shpejt. Shkova te Ramadan, plaku që më kishte mbështetur që në fillim. Haxhi Ramadan, i thash, kam nevojë për ndihmën tënde. Gëzimi po planifikon të martoj Besartën, një vajzë 10 vjeç. Kjo nuk është e drejtë. Ramadan u shqetësua. E di që është tradit, por 10 vjeç është shumë e re. Pikërisht, i thash. Nëse lejojmë që kjo të ndodhë, çfarë mesazhi po dërgojmë vajzave të tjera? Që arsimi nuk ka rëndësi? Që ëndrat e tyre nuk kanë vlerë? Ai mendoi për një kohë të gjatë, pastaj tundi kokën. Ke të drejtë. Do të flas me imamin dhe me plakët. Do të thirret një mbledhje. 2 ditë më vonë, u thirr një mbledhje e madhe. Gjithë fshati erdhi. Burra, gra dhe madje fëmijë. Imami, Haxhi Shaban, filloi të fliste. Jemi mbledhur këtu për të diskutuar një çështje të rëndësishme. Martesa e vajzave të vogla. Kjo është një traditë që ka ekzistuar në disa pjesë të komunitetit ton për shumë kohë. Por sot, ne duhet të pyesim veten, a është kjo traditë në përputhje me mësimin ton, me drejtësinë, me të mirën e fëmijëve tan? Dhoma ishte e heshtur. Në fen ton, vazhdoi ai, është e qartë që martesa duhet të jetë mes 2 personave që janë të pjekur, mendërisht dhe fizikisht. Një vajzë 10 vjeç nuk është e pjekur, ajo është fëmijë, dhe çdo martesë e një fëmije është një padrejtësi. Gëzimi u ngrit, i zemëruar. Por kjo është traditë e jon, nuk mund ta hedhim poshtë. Tradita nuk është më e fortë se drejtësia, tha imami, me qetësi. Dhe ne, si komunitet, kemi përgjegjësi të mbrojmë fëmijët tanë, jo t'i dëmtojmë. Ramadan u ngrit dhe foli. Propozoi që ne, si fshat, të vendosim një rregull të ri. Asnjë vajzë në moshën 16 vjeç nuk do të martohet në këtë fshat, dhe t'u jepet kohë për të mësuar, për të rritur, për të vendosur vetë për jetën e tyre. Një murmurtje e madhe mbushi dhomën. Disa burra protestuan, por shumë gra filluan të duartrokisnin. Në fund u votua, dhe me shumicë propozimi u miratua. Kur dëgjova lajmin, u lëshua në gjunjë dhe qara nga Gëzimi,
Besarta ishte e shpëtuar, dhe jo vetëm ajo. Të gjitha vajzat e fshatit ishin të mbrojtura. Vitet që pasuan ishin vite transformimi. Shkolla vazhdoi të rritet. Pas 2 vjetësh kishte 35 nxënës, vajza dhe djem. Burimi dhe unë punuam së bashku dhe gradualisht rekrutuam 2 mësues të tjerë nga fshatrat fqinje. Vajzat që kishin filluar me mua si analfabete, tani po lexonin libra të tërë. Disa po shikonin mundësi për të vazhduar shkollën e mesme në qytetin më të afërt. Besarta, që tani ishte 13 vjeç, kishte bërë një kërkesë për të shkuar në gjimnaz, dhe për habin e të gjithëve, gëzimi e lejoi. Ai kishte ndryshuar ngadalë, duke parë që vajzat që kishin shkuar në shkollë nuk ishin bërë më pak respektuese. Përkundrazi, ishin bërë më të zgjuara, më të gatshme për jetën. Një ditë, gëzimi erdhi te unë. Nuserina, më tha ai duke ulur kokën, dua të kërkoj ndjes, kam qenë i padrejt me ty. Kam luftuar kundër diçkaje që tani e shoh se ishte e drejtë. Ishe e befasuar. Gëzim nuk ka nevojë për ndjes, të gjithë ne jemi duke mësuar. Jo, tha ai, ka nevojë, sepse gati e shkatërrova jetën e vajzës sime për shkak të krenarisë sime. Por ti më shpëtove nga jo gabim. Faleminderit. Pas asaj dite, gëzimi u bë një nga mbështetësit më të fortë të shkollës. Pas 5 vjetësh, Besarta mbaroi gjimnazin. Ajo ishte vajza e parë nga fshati që arriti këtë. Dhe kur u pyet çfarë dëshironte të bënte, përgjigjja e saj ishte e thjeshtë. Dua të bëhem mësuese, dua t'u kthehem këtyre maleve dhe t'u jap vajzave të tjera mundësinë që më vat mua. Unë qava kur e dëgjova. Cikli ishte plotësuar. Vajza që kisha mësuar, tani do të bëhej mësuese e gjeneratës së ardhshme. Besarta u regjistrua në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Edukimit, dhe çdo fundjavë ajo kthehej në fshat për të ndihmuar në shkollë. Një ditë, ndërsa po punonim së bashku, ajo më tha: "Nuserina, a e di se çfarë më ke dhënë më shumë se lexim dhe shkrim?" "Çfarë?" e pyeta. "Më ke dhënë besimin që mund të jetoj jetën që dua, jo jetën që të tjerët zgjedhin për mua. Më ke dhënë dinjitetin e zgjedhjes." Ato fjalë ishin shpërblimi më i madh që mund të merrja. 8 vjet pasi kisha ardhur në atë fshat, nëna ime erdhi për të më vizituar. Ajo nuk ishte qenë këtu për vite, dhe kur zbriti nga makina, e pash duke shikuar rreth e rrotull me befasi. "Kjo është e ndryshme," tha ajo. "Çfarë është e ndryshme?" e pyeta. "Vajzat," tha ajo, duke treguar. "Janë duke ecur me libra në duar. Janë duke buzëqyshur. Janë të lira." E çova në shkollë. Ishte një ndërtesë e vogël, por e bukur, e mbushur me nxënës. Kur hyrëm brenda, vajzat e njohën menjëherë. "Është nëna e Nuserinës," thiri njëra. Të gjitha më mblodhën rreth saj, duke pyetur për qytetin, për jetën e saj, për historitë e saj. "Nëna ime qau." "Vajza ime," më tha ajo duke më përqafuar, "ti ke bërë atë që unë kurrë nuk kisha guxim ta bëja. Ke ndryshuar një botë të tërë." "Jo, nën," i thash, "unë thjesht hapa një derë. Vajzat e kaluan vetë." Një ditë, mora një letër zyrtare nga Ministria e Arsimit në Prishtinë. Me duar që dridheshin, e hapa. Brenda ishte një ftesë për të marrë pjesë në një ceremoni njohje për kontributin tim në arsim. Shkolla ime ishte njohur si një model i suksesshëm për arsimin rural, dhe unë isha ftuar të flisja për përvojën time. Nuk mund ta besoja. Arbeni qeshi kur më pa. "E sheh?" më tha ai. "Bota po të njeh për atë që ke bërë." Por për mua, njohja e vërtet nuk ishte një certifikat nga qyteti. Ishte buzëqeshja e çdo vajze që mësonte të lexonte. Ishte drita në sytë e çdo nëne që shkronte emrin e saj për herë të parë. Ishte ndryshimi që po shihja në fshat çdo ditë. Viti i 10 i shkollës ishte një vit i veçantë. Ai vit, 8 vajza nga shkolla ime diplomuam shkollën e mesme. Ishte hera e parë që kaq shumë vajza nga fshati arrinin këtë nivel arsimor.
ne organizuam një ceremoni në shkollë. Gjithë fshati erdhi. Ishte një fest e madhe, me ushqim, muzikë dhe fjalime. Kur erdhi radha e fjalimeve, Besarta, që tani ishte 20 vjeç dhe vetë mësuese në shkollën tonë, u ngrit për të folur. Kur isha një vajzë e vogël, filloi ajo me zë të qartë, më thanë që vajzat nuk kanë nevojë për shkollë, që dia nuk është për ne. Por pastaj erdhi një grua që refuzoi të besoj këtë. Një grua që vetë kishte qenë e detyruar të linte ëndrrën e saj, por që vendosi që asnjë vajzë tjetër të mos vuante të njëjtën gjë. Nuserina na mësoi jo vetëm të lexojmë dhe të shkruajmë, na mësoi që jemi të vlefshme, që mendimet tona kanë rëndësi, që jeta jon na takon neve, jo dikujt tjetër. Dhe sot, ne jemi këtu, të diplomuara, gati për të ndjekur ëndrat tona. Për shkak të saj, Gjithë dhoma duar trokiti, dhe unë, duke qëndruar në fund të dhomës, qava. Pas ceremonisë, një grua e vjetër erdhi tek unë. E njihja, ishte njëra nga gratë që më kishin qëndruar kundër në fillim, që kishin thënë që po prisha traditën. Nuserina, më tha ajo duke më kapur duart. Kam ardhur të kërkoj falje. Kur fillove shkollën, mendova që po bëje gabim. Por tani, duke parë mbesën time të diplomoj, duke parë ajo të lexoj, të shkruaj, të ëndërroj, kuptoj që ti më ke dhënë diçka që kurrë nuk e kisha. Shpresën që gjenerata ardhshme do të jetë më e mirë se jona. E përqafova. Asnjë ndjesë e nevojshme, i thash. Ne të gjithë jemi duke mësuar. Pas suksesit të shkollës në fshat, fjalët u përhapën në rajone. Fshatrat të tjerë filluan të më kontaktonin, duke kërkuar ndihmë për të hapur shkolla të ngjashme. Një delegacion nga një fshat në jug, afër kufirit me Maqedoninë, erdhi për të më vizituar. Kemi dëgjuar për shkollën tënde, tha kryetari i tyre, dhe dëshirojmë ta bëjmë të njëjtën gjë në fshatin ton, por nuk dim nga të fillojmë. Unë u dhash gjithçka që kisha mësuar. Si të organizosh një klasë, si të bindesh prindrit skeptik, si të gjesh mësues, si të gjesh materiale. Brenda një viti, 3 fshatra të tjerë hapën shkolla të ngjashme. Dhe çdo sukses ishte një fitore për të gjitha vajzat e atyre rajoneve. Gjatë të gjithë këtyre viteve, marrëdhënia ime me Arbenin kishte ndryshuar. Ne nuk ishim martuar për dashuri, por me kalimin e kohës, patishme ishte ndërtuar respekt i thellë dhe dashuri e vërtet mes nesh. Ai më kishte mbështetur në çdo hap. Kur unë isha e lodhur, ai më jepte forcë. Kur dyshoja, ai më kujtonte pse kisha filluar. Kur fshati ishte kundër meje, ai qëndroi pranë meje. Një mbrëmje, ndërsa ulem në balkon duke shikuar malet, ai më tha: "Rina, e di se kjo martesë nuk ishte zgjedhja jote, por për mua ka qenë bekimi më i madh i jetës sime. Ti më ke mësuar që jeta nuk është vetëm për të ndjekur traditën, është për të bërë diçka kuptim plot." E kapa dorën. Për mua gjithashtu, Arben. Në fillim, mendova që kjo martesë do të ishte burgu im, por ti e ktheve në një partneritet, dhe për këtë do të jem përgjithmonë mirënjohëse. Ne kurrë nuk patëm fëmijë të tanë, por shkolla ishte plot me fëmijë që i konsideronim si të tanët, dhe ata ishin familja jone vërtet. Një ditë, 15 vjet pasi kisha ardhur në atë fshat, vendosa të shkoja në qytet për të vizituar familjen time. Ishte hera e parë që kthehesha për një periudhë më të gjatë. Kur mbërrita në Prishtinë, gjithçka ishte njëjtë, por edhe ndryshme. Qyteti kishte ndryshuar, por edhe unë kisha ndryshuar. Nëna ime më priti dë prag të shtëpisë. Ajo ishte plakur, për sytë e saj ishin po aq të ndritshëm. "Vajza ime", më tha ajo duke më përqafuar, "sa më ke munguar." Atë mbrëmje, ulem së bashku dhe ajo më pyeti të gjitha për shkollën, për vajzat, për fshatin. "Ti ke bërë atë që unë ndërova", më tha ajo. "Ke jetuar 2 jetë, tënden dhe timen." "Jo, nën", i thash, "kam jetuar jetën që ti më mundësove. Pa ty,
Asgjë prej kësaj nuk do të kishte qenë e mundur. Pas 15 vjetësh pune, shkolla ime fillore kishte diplomuar më shumë se 100 vajza dhe djem. Por tani, një sfidë e re po shfaqej. Çfarë do të ndodhte me vajzat pasi të diplomonin? Shkolla më e afërt e mesme ishte në një qytet një orë larg, dhe shumica e familjeve nuk lejonin që vajzat e tyre të udhëtonin aq larg. Kështu, vendosa të hap një shkollë të mesme në fshat. Ishte një projekt i madh, kishte nevojë për më shumë mësues, për një ndërtesë më të madhe, për më shumë mbështetje. Por me ndihmën e Arbenit, të Burimit, të Besartës dhe të shumë të tjerëve, ne e bëm. Grumbulluan fonde nga familje të ndryshme, marrin mbështetje nga organizata jo fitimprurse dhe pas 2 vjetësh pune, shkolla e mesme u hap. Ishte një moment historik. Për herë të parë, vajzat nga fshati mund të vazhdonin arsimin e tyre pa pasur nevojë të largoheshin nga familjet e tyre. Një ditë, një grua e re erdhi në shkollë. Emri i saj ishte Flutura dhe ajo kishte ardhur nga një fshat tjetër për të punuar si mësuese. Kam dëgjuar për shkollën tënde që kur isha fëmijë, më tha ajo, dhe ndërroja të isha pjesë e diçkaje kaq të bukur. Tani që jam diplomuar, dua të kontriboj. Flutura u bë një nga mësueset më të mira që kemi pasur. Ajo kishte një mënyrë të veçantë për të lidhur me vajzat, për t'i bërë ato të ndihen të sigurta dhe të vlefshme. Dhe ajo nuk ishte e vetmja. Me kalimin e viteve, shumë gra të reja që kishin përfituar nga arsimi, filluan të ktheheshin për të ndihmuar. Disa u bën mësuese, disa u bën koordinatore, disa organizuan aktivitete jashtëshkollore. Shkolla nuk ishte më thjesht shkollë, ishte bërë një komunitet, një lëvizje, një shpresë e gjallë. 20 vjet pasi kisha hapur shkollën e parë, u ftua të takoja ministrin e arsimit të Kosovës. Ajo donte të bisedonte për modelin tim arsimor dhe për mundësinë e zgjerimit të tij në të gjithë vendin. Kur hyra në zyrën e saj në Prishtinë, ajo u ngrit dhe më përshëndeti me ngrohtësi. Rina, më tha ajo, historia jote ka frymëzuar një komp të tërë. Ti ke treguar që një person i vetëm, me guxim dhe vendosmëri, mund të ndryshojë jetën e qindra njerëzve. Faleminderit, i thash. Por nuk kam qenë vetëm, kam pasur ndihmën e shumë njerëzve, burrin tim, mësuesit, vajza që guxuan të besojnë. Ministrja buzëqeshi, pikërisht. Dhe për këtë arsye, dua që modeli yt të jetë shembulli për shkollat rurale në të gjithë Kosovën. Dua që çdo vajzë, në çdo fshat, të ketë mundësinë që ti u dhe. Ato fjalë më mbushën me krenari, por edhe me përgjegjësi. E dija që kjo nuk ishte fundi, ishte fillimi një kapitulli të ri. Besarta, që tani ishte 30 vjeç, kishte krijuar familjen e saj. Ajo ishte martuar me një mësues nga qyteti dhe kishin 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Një ditë, ajo erdhi me vajzën e saj Dritën e vogël në shkollë. Nuserina, më tha ajo, dua që Drita të filloj shkollën këtu. Dua që ajo të mësoj në të njëjtin vend ku unë mësova, me të njëjtën dashuri dhe respekt që më dhe mua. Kur e pash Dritën e vogël, pash Besartën e vogël nga 20 vjet më parë dhe kuptova që cikli ishte përfunduar sërish, por në një mënyrë më të bukur. Tani nuk ishte më vetëm për gjeneratën e parë, ishte për gjeneratën e dytë, të tretë dhe të gjithë ato që do të vinin. Ramadan, plaku që më kishte mbështetur që në fillim, vdiq në moshën 90 vjeç. Ishte një humbje e madhe për të gjithë ne. Në funeral, qindra njerëz erdhën, nga fshati unë, nga fshatra fqinje, nga qyteti, dhe shumë prej tyre ishin vajza që ai kishte mbështetur, që ai kishte mbrojtur. Shkollën tënde, sepse kuptova që ti nuk ishe duke shkatruar traditën, ishe duke përmirësuar atë. Vazhdo punën tënde, vazhdo të liftosh, dhe mos harro kur që çdo vajzë që mëson, çdo grua që lexon, çdo fëmijë që ëndrron, është një fitore kundër errësirës. Me respekt dhe dashuri, Ramadan. Qava duke lexuar dhe premtova që do të vazhdoja punën e tij. 25 vjet pas ditës së parë që erdha në atë fshat, mora një ftesë për një ceremoni përkujtimore. Shkolla jon po festonte përvjetorin e saj dhe organizatorët donin të më nderonin si themeluese. Kur mbërrita, nuk mund ta bestoja atë që pash. Shkolla ishte zgjeruar në një kampus të tërë, me shkollë fillore, të mesme dhe madje një qendër trajnimi për gra. Obori ishte i mbushur me njerëz, nxënës aktual,
të diplomuar, prindër, mësues, dhe kur hyra të gjithë u ngritën dhe duart trokitën. Besarta, që tani ishte drejtoresha e shkollës, më priti në skenë. Nuserina, tha ajo me lot në sy. 25 vjet më parë, një grua erdhi në këtë fshat kundër vullnetit të saj. Ajo kishte humbur ëndrrën e saj, por refuzoi që të tjerat ta humbisnin të njëjtën gjë. Ajo hapi një shkollë të vogël me vetëm 4 nxënëse. Sot, kjo shkollë ka diplomuar më shumë se 500 vajza dhe djem. Sot, kjo shkollë është shpresa e këtij rajoni, dhe gjithçka fillon me një grua që guxoi të besoj. Kur erdhi radha ime për të folur, shikova në audiencë. Pash dritën e vogël, tani 11 vjeç, që po ulej në rreshtin e parë me libra në duar. Pash fluturën, mësuesin që kishte ardhur për të ndihmuar dhe që tani po drejtonte programin e grave. Pash gëzimin, që po ulte me krenari pranë vajzës së tij të diplomuar. Pash Arbenin, tani me flok të bardh, por me një buzëqeshi që po ndriqonte gjithë thomën.